Përshëndetje fëmijë. Sot, në diturinë atyre, do të punojmë temën burimet e tingujve. Fjalët kyçe: burim, tingulli, tinguj natyror, tinguj të prodhuar nga makineri apo instrumente muzikore. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi identifikon burimet tingujsh, klasifikon tingujt në natyror dhe tinguj të prodhuar nga makineri apo pajisje të tjera si instrumente muzikore. Tregon interes për eksplorimin e burimeve të ndryshme të tingujve. Siç e shihni fëmijë, po futemi në një kapitull të ri. Në këtë kapitull do të trajtojmë një koncept të lëndës së fizikës që është tingulli. Por çfarë quajmë tingull? Dridhjet e rregullta të trupit në ajër formojnë tingullin. Kur tingulli është i papëlqyeshëm për veshin ton, quhet zhurmë. Kujtojmë çfarë kemi mësuar në lëndën e abetares. Për shembull, çdo shkronjë e alfabetit ka tingullin e vet, ose kombinimi i tingujve kur shkronjat bashkohen. Ne kemi mësuar pra që disa tinguj janë më të lartë, pra kanë më shumë zë, disa janë më të ulët, kanë më pak zë. Tingujt janë të ndryshëm. Mund t'i dëgjojmë në shtëpi ose në mjediset e zonës ku banojmë. Këta tinguj mund të jenë tingujt e tiktakut të orës, televizorit, kafshëve, avionëve, apo edhe tingujt e erës. Tingujt bëhen më të fortë ose më të dobët në varësi të largësisë që kemi me burimin nga vjen tingulli. Për shembull, punimet në rrugë prodhojnë tinguj më të fortë se sa një orë me tik-tak. Por nëse këto punime bëhen në një rrugë që ndodhet diku larg, mund të mos dëgjohen aq fort sa tik-taku i orës. Tingujt janë të dobishëm. Për shembull, rastet e përdorimit të alarmit të zjarrit ose tingujt paralajmërues që përdorin kafshët me njëra tjetrën. Po si identifikojmë ne tingujt? Pra me cilat organe të shisave identifikojmë tingujt? Me anë të veshit identifikojmë nga vjen tingulli. Me anë të syve përcaktojmë burimin, pra kush e lëshon tingullin. Shikoni fëmijë, bota është një vend shumë i zhurmshëm. Është vështirë të gjendet ndonjë vend i qetë. Çdo tingull ka një burim. Burimi është vendi ose sendi prej nga vijnë tingujt. Tinguj lëshojnë njerëzit. Tinguj lëshojnë kafshët. Tinguj lëshojnë dukurit natyrore. Tinguj lëshojnë sendet kur ne i përdorim ato. Pra, njerëzit mund të lëshojnë tinguj në çdo pjesë të trupit, si fishkëllima, e folura, ecja, duartrokitja, kërcitja, e të tjera. Të folurit është niveli më i lartë i komunikimit dhe është i kufizuar vetëm për njerëzit. Aftësia për të folur na bën ne qenien e gjallë më të suksesshme në tokë. Shikoni fëmijë, ju ka marrë malli për zile në shkollës? Po këtu kush janë? Këta fëmijë janë mjekët tanë. Këta fëmijë janë heronjtë tanë. Mos e harroni këtë. Ashtu siç komunikojnë njerëzit,
pra me njëri tjetrin për të shkëmbyer ide, mesazhe të ndryshme, për të ndihmuar njëri tjetrin. Edhe kafshët lëshojnë tinguj për të komunikuar, për të paralajmëruar rrezikun, për të tremur kafshët e tjera, për të dhënë informacion, për të kërkuar ushqim. E dini ju fëmijë që sfungjeri i detit është një gjallës? Ai nuk lëshon tinguj për të komunikuar. Po pse vallë? Sfungjerët e detit ushqehen me mikroorganizma rreth tyre në det. Edhe dukurit natyrore lëshojnë tinguj, si valët e detit, era, bubullima. Këto tinguj quhen tinguj natyror. Pra tingujt i klasifikojmë në tinguj natyror dhe tinguj të prodhuar nga njeriu. Disa tinguj natyror janë kënga e zogjve, zhurma e detit, zhurma e erës, zhurma e bubullimës. Disa tinguj të prodhuar nga njeriu janë zhurma e makinës, çarja e druve, goditja e gozhdës, hapja e rubinetit. Unë jam e bindur fëmijë që ju mund të gjeni dhe shumë tinguj të tjerë. Ti përsërisim edhe një herë. Pra disa tinguj janë natyror, si tingujt e detit, erës dhe bubullimës. Disa tinguj prodhohen nga kafshët, si zogjtë, bretkosat dhe qentë. Edhe ne mund të krijojmë tinguj, kur këndojmë, kur flasim, kur qajmë, kur duartrokasim. Këtë ushtrim, fëmijë, e keni në libër në faqen 90. Tani është radha juaj. Hapeni librin në faqen 89, 90 dhe lexoni e plotësoni fjalët me shkronja mungesore. Për këtë do t'ju ndihmojnë fjalët që keni në kutinë lart. I lexojmë fjalët: bubullimës, erës, qajnë, detit, bretkosat, duartrokasim, qentë, flasim, zogjtë, këndojmë. Pas ta plotësoni këtë ushtrim, me anëtarët e familjes luani një lojë ku njëri lëshon tingullin dhe tjetri gjen burimin apo llojin e tingullit, duke u afruar apo duke u larguar, me dy veshët e bllokuar, duke liruar njërin vesh dhe pastaj të dy. Për çdo rast, bëni parashikime dhe mbani shënime. Detyrë shtëpie. Punoni fletorën e punës në faqen 87 dhe 88. Dikush nga ju mund të ketë dëshirë të vizatojë një pikturë të familjes së tij, duke biseduar së bashku, duke shënuar në rrethin sipër secilit fjalët që ato thonë. Jam e bindur që ju mund bëni një punë shumë të bukur. Tani, ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj punë të mbarë.